Në Shqipëri, ku çmimet e ushqimeve janë zakonisht më të larta se vendet e tjera të rajonit, ndërsa pagat më të ulta, qytetarët janë në gjendje të kursejnë gjithmonë më shumë para muaj pas muaj. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, kursimet e shqiptarëve deri tani në lekë dhe valutë kanë arritur në 1.45 trilion lek nga 1.33 trilion që ishin një vit më parë. Kjo do të thotë që vetëm një pjesë e vogël e popullatës, rreth 23-24%, e kanë këtë 15 miliard euro, rreth 15 miliard euro kursime nëpër banka. Ndërkohë që pjesa tjetër e jonë do duhet t'ja dali muaj mbas muaji. Pra të varfër, po, në popullat madhe, por me një pjesë vogël që ka kursime që s'po di ku t'i çojë. Ndërkohë që 3 në 4 qytetarë presin të dali paga për të përballuar kostot e jetesës, pjesa tjetër preferojnë t'i mbajnë parat nëpër banka pa e shfrytzuar në investime që mund të sjellin një efekt pozitiv zinxhir për ekonominë. Kjo është edhe një shenjë për mungesën e tregjeve kapitale të mirëfillta, sepse ne kemi kaq shumë kursime. Kemi dhe kompani që po në rritën, kemi dhe të ardhura për frymë si pas PBB-s që deklarohet që janë gjithmonë më të larta. Po nga ana tjetër, përveç bonove qeveritare, bonove cesarit, pra nuk është se ka një treg mirëfill kapital që qytetarët shqiptarë të investojnë në kompanitë dhe në bizneset po shqiptare, o të t'i mbajnë banka, o të dërgojnë jashtë për të investuar jashtë. Nga ana tjetër, të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë që kursimet në euro kanë patur një rritje të lehtë, edhe pse vlerësimi i euros ndaj lekut po thellohet gjithmonë më shumë.